38 komunat e Republikës së Kosovës të dielën e 12 tetorit u nënshtruan vullnetit të qytetarëve që morën pjesë në votim në zgjedhjet lokale. Nga më shumë se 2 milion votues në total, vetëm 40% e tyre shprehën vullnetin për zgjedhjen e kryetarëve të rinj dhe këshilltarëve nëpër komunat e tyre. Procesi i votimit në nivel vendi rezultoi i qetë dhe pa incidente. Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 21 nga 38 komuna kanë zgjedhur kryetarët e tyre në raundin e parë, ndërsa 17 të tjera do të shkojnë në balotazh. Prishtina, kryeqendra e Kosovës, është në mesin e komunave që do të shkojnë në balotazh, ku do të ketë garë mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Ndërkohë në raundin e parë, Vetëvendosja dhe Partia Demokratike e Kosovës fituan në 3 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 2 të tilla, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë fituar nga 1 komunë, po ashtu edhe Ramiz Ladrovci me listën e tij në Drenas. KQZ-ja tha se pret që brenda javës të përmbyll numërimin e të gjitha votave, përfshirë edhe votat me kusht të personave me nevoja të veçanta dhe me post. Raundi i 2 do të mbahet më 9 nëntor.